Përshëndetje të dashur miq. Dy fjalë mbi përplasjen që po ushqen paria e Tiranës. Paria e Tiranës e gjendur në një krizë të thellë legitimiteti, po përpiqet të mbjellë përçarjen ndër shqiptarët, e cila do të çojë sipas tyre, sipas planit të tyre djallëzor, në një përplasje. Pse ju duhet përplasja? Përplasja ju duhet për tre arsye. Arsyeja e parë është se heq vëmendjen nga dështimi i tyre i përplot dhe nga hajnia e tyre. Arsyeja e dytë është sepse i vendos ata në qendër të situatës dhe i bën ata si problemi ashtu edhe zgjidhje. Arsyeja e tretë është sepse me anë të përplasjes, paria e Tiranës mendon se do të shmang pasojat që mendohet se do të vinë nga shkeljet që ata kanë bërë me përkarshin ndërkombëtarëve. Pra paria e Tiranës është ende në kontroll të plotë të situatës, nuk ka frikë ende popullin shqiptar, po ka frikë thjesht humbjen e kontrollit të instrumentave të shtetit, cilin deri në një farë pike e ka humbur, për shkak se mendon se duke humbur kontrollin e shtetit, duke humbur kontrollin e drejtësisë, ka një shans që ata të rrëzohen nga pushteti. Dhe si e tillë, paria e Tiranës mendon se do të dalë nga situata duke ushqyer përplasje, duke ushqyer shkatërrimin e Shqipërisë, duke ushqyer edhe një herë tjetër, duke rikthyer edhe një herë tjetër skenare o gurzeza për popullin shqiptar. Këtë nuk e bëjnë për të reformuar sistemin. Këtë nuk e bëjnë sepse ju dhimbsin shqiptarët, po për të kundërtën e tyre. Ata këtë e bëjnë sepse e dinë se kanë humbur legitimitetin. Ata po përpiqen ta rifitojnë legitimitetin nga njëra anë duke nxjerrë letra fantazëm të një ftese që pas kësh marr kryeministri për të qenë për ta vënë Shqipërinë në një nga organizmat botror, dhe në anën tjetër duke mbajtur peng opozitën. Ky është qëllimi i tyre, ky është objektivi i tyre, me këtë ata po merren dhe për ta arritur këtë ata po mbjellin për ditë më tepër farën e një përplasje të madhe, duke e vendosur popullin shqiptar kundër njëri tjetrit. Kjo do të ishte një zgjidhje tragjike. Zgjidhjet që kemi ne shqiptarët është që të mos biem në kurthin e parisë së Tiranës, në vend që luftën t'ia drejtojmë njëri tjetrit, të bëhemi të gjithë bashkë dhe luftën t'ia drejtojmë Parisë së Tiranës. Pra, në vend që të vllavritemi, ta drejtojmë grykën e urrejtjes drejt Parisë së Tiranës, e cila është fajtoria më e madhe për gjendjen ku janë shqiptarët sot. Për këtë dhe shumë gjëra të tjera do të flasim sot. Sigla. Sot në rubrikën Si ta shpjegojmë, do të përpiqem të shpjegoj se çfarë do të thotë ajo gjetje mediatike e kryeministrit këtë fundjavë, i cili tha se kishte marrë një letër ftesë nga Washingtoni, nga Shtëpia e Bardhë, duke nënkuptuar presidentin Trump, për të marrë pjesë në Këshillin e Paqes në Gazë. Kjo ishte një dalje nga të zakonshme të kryeministrit, të cilin e njohim tani më për gjetjet e tij mediatike. Është një dalje jo serioze për sa i përket anës diplomatike. Është njëra nga ftesat që
Shtetet e Bashkuara të Amerikës i ka dërguar shumë aleatëve të ndryshëm dhe aleatëve të cilët janë të bindur ndaj interesave të tyre, dhe nuk përbën as pak një ftesë personale ndaj kryeministrit të Shqipërisë, por është një ftesë për disa vende për të legjitimuar një këshill të cilin Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këtë pikë e quajnë kyç dhe jetik për interesat e veta gjeostrategjike, sidomos për interesat e veta në lindjen e mesme. Duke qenë që shteti shqiptar nuk ka kur farë politike, as parimore dhe as pragmatike të jashtme. Ka një politik mishmash siç i shërben udhëheqësit të radhës. Pra shteti shqiptar nuk vendos piketa diplomatike, nuk vendos një doktrinë diplomatike të ndjekjes, nuk vendos interesat e popullit shqiptar, të kombit shqiptar e të tjera përmbi gjithçka dhe ta vendos këtë dhe të krijojë një doktrinë diplomatike të vetën, dhe secila qeveri sigurisht që ka të drejtë që ta ndryshojë këtë lloj doktrine, të gjejë mënyra të reja ose mënyra të ndryshme të zbatimit të kësaj doktrine ose të doktrinave përkatëse në qoftë se i kanë. Mirë po ajo që ka ndodhur gjatë këtyre 35 viteve kusur është që politika jashtme i shërben thjesht udhëheqësit të radhës dhe agjendës së udhëheqësit të radhës për tu servilosur, për ta pasur mirë me fuqinë e madhe, aq sa fuqia më e madhe në këtë rast Shtetet e Bashkuara të Amerikës të mos e pengojnë në hajninë e vet, të mos e pengojnë në ruajtjen e pushtetit në gardhin e vet dhe ta lejojnë të bëjë gjithçka që ata kanë bërë kundër popullit vet. Pra kjo është një përpjekje diabolike, djallëzore e kryeministrit që është mëkëmbësi i sindikatës ndërkombëtare të krimit, për të hedhur hisyve, për të na hedhur hisyve të gjithë neve dhe për të na thënë që shikoni, për ndryshe nga sa mendoni ju, për ndryshe nga sa spekulohet, për ndryshe nga sa kanë thënë disa njerëz nëpër podcaste të tjerë, unë i kam punët shumë mirë me administratën Trump dhe unë nuk kam asnjë lloj problemi. Ja shiheni, në lindjen e mesme ata më ftojnë mua. Mirë po, kjo lloj propagande jashtëzakonisht shumë banale, ka shumë pika dopta, po disa pika dopta të cilat dalin pa shumë shpejt dhe hapen petët e lakrorit dhe del gënjeshtra shumë kollaj. Ja ti marrim me radhë. Cila është gënjeshtra e parë? Gënjeshtra e parë është që e kanë ftuar zotin Rama në këtë këshill. Në fakt është ftuar shteti shqiptar. Pra, nëse nesër Partia Socialiste vendos që ta heq nga posti i kryeministrit Duqen e Surrelit dhe të vendos nuk di kë tjetër, se s'po dua t'i prish punë kujt dhe t'i nxjerr emrin se pastaj do ta qërojnë nga skena politike flas. Atëherë kjo ftesë do t'i shkonte atij personi. Pikë së dyti, kjo ftesë për të dhënë një shembull të dytë, kjo ftesë me siguri që i ka shkuar dhe presidentit të Republikës, sepse është numri 1 i shtetit. Mirë po, zyra e presidentit të Republikës sigurisht që ka halle të tjera përpara informimit të shqiptarëve, korrekt të shqiptarëve, dhe nuk ja prish kryeministrit të daljet vetë mediatike, sepse kryeministri i doli përpara punës. E tha i pari, kështu që kush do ta besonte presidentin e shkret. Në qoftë se zyra e tij e shtypit do të thonte që kjo është një ftesë që ka ardhur shtetit shqiptar dhe ka mbritur edhe në presidencë. Pra problemi i parë, gënjeshtra e parë që del është që nuk është një ftesë personale për zotin Rama, sepse përndryshe dikush, për shembull një njeri që është duke bërë një podcast nga shtëpia e vet, ta sfidoj kryeministrin Rama, Duqen e Surrelit, ose siç e quaj unë mëkëmbësin e sindikatës ndërkombëtare të krimit, jo vetëm që të shkel në Washington, po të shkojë dhe të takohet me zyrtar të lartë të administratës Trump. Kjo gjë nuk ka për të ndodhur. Zakonisht, këto ftesa vijnë në momentin kur administratës amerikane i duhen aleat për të mbushur letrat, i duhen aleat për t'i treguar gjithë botës që ne nuk po veprojmë në mënyrë unilaterale, por kjo është një pjesëmarrje masive në zgjidhjen e një problemi gjeostrategjik në mënyrën siç mendon është më e mira për interesat e veta të shtetit amerikan. Këtu nuk ka asnjë lloj afërsie me agjendën
mëkëmësit të Sindikatës Ndërkombëtare të Krimit, përkundrazi, kjo është thjesht një ftesë formale. Problemi i dytë, gënjeshtra e dytë që i del mëkëmësit të Sindikatës Ndërkombëtare të Krimit është se e paraqet këtë ftesë dy herë me forcë të madhe si arritje të punës të diplomatike, si arritje e Shqipërisë, arritje diplomatike e Shqipërisë në udhëheqjen e tij. Pra, në sfond, në nën tekst, mëkëmësi i Sindikatës Ndërkombëtare të Krimit ju thotë shqiptarëve, me mua na don dhe Amerika. Se kështu e mendon ai se duan gjuhën shqiptarët, që ta kuptojnë atë që mendon ai se duhet të thotë. Pra, ai thot, shikoni me mua gjithsesi na do Amerika, unë ende jam i dashur i Amerikës. Shikoni se ç'bëj unë për ju. Ju fus edhe në Këshillin e Paqes për Gazën. Ky lloj kumti ka dy probleme themelore. Problemi i parë themelor është që shumica dërmuese e shqiptarëve nuk janë dakord me politikën e jashtme amerikane për Gazën dhe për rripin e Gazës dhe për bregun perëndimor, ose për sa i përket çështjes palestineze në përgjithësi. Qeveria, siç e thash, ndjek agenda që shkojnë përtej ndonjë doktrine të caktuar, herë e mbështet, herë nuk e mbështet vijën e Izraelit, disa herë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara nuk e ka mbështetur, ka mbajtur abstenim, por kjo është për të ndenjur në të njëjtën vijë me Bashkimin Evropian. Në realitet, mbështetja për Këshillin e Paqes, mbështetja për politikën amerikane është një mbështetje të cilën zoti Rama edhe po të dojë nuk e mban dot, sepse në qoftë se do të thonte jo kundrejt një kërkese të tillë, ai e di që do t'i rrezikohej karrika me shumë shpejtësi. Pra, thjesht kjo lloj marrja e kësaj ftese, për cilën jam i sigurt që është lobuar shumë dhe ka njerëz të cilët po përpiqen që t'i gjejnë rrënjët e këtij lobimi, dhe besoj që edhe publikisht në një kohë ose në një tjetër do ta marrin vesh se sa loboj, kush loboj, sa para u dhan që t'i bëhej ftesë mëkëmësit të Sindikatës Ndërkombëtare të Krimit. Me gjithë lobimin, kjo është thjesht një çështje që i shërben Edi Ramës dhe vetëm Edi Ramës. Nëse do të kishte kaq forcë diplomatike, Edi Rama ta kishte përdorur këtë për interesat shqiptare. Ta kishte përdorur këtë për interesat e Kosovës. Ta kishte përdorur këtë për të marrë mbështetjen e shtetit amerikan për një agjendë të përbashkët ekonomike Shqipëri-Kosovë, për një përafrim ose për një bashkim të akademive, ja disa politika të cilat do të ishin shumë të vlefshëm për ne shqiptarët, ose për të shkuar tek ata që janë miqtë e tij, po me të cilët bën sikur po bën sherr tani grekët, një nga grupet më mbështetëse për mëkëmësin e Sindikatës Ndërkombëtare të Krimit, do duaj që të ngrinte çështjen e çamërisë, të cilën Greqia e mohon që ekziston, të ngrinte çështjen e arvanitasve dhe të drejtave të tyre, shtetas grek sigurisht, po me kombësi shqiptare. Duke qenë që paska kaq shumë vlerë, duke qenë që paska kaq shumë i paska shtuar kaq shumë diplomacisë shqiptare, pse nuk e bën këtë kryeministri? Pse nuk i del përpara këtyre problemeve? Pse nuk merret me çështjen shqiptare? Pse nuk merret me çështjet që na përkasin e shqiptarëve? Merret me një çështje e cila i zgjidh punë vetëm atij. Ky është problemi i dytë me të. Ka probleme të tjera. Mëkëmësi i Sindikatës Ndërkombëtare të Krimit është në një gjendje jo të këndshme. Gjendet në një gjendje pak të këndshme, sepse janë zbuluar qartë lidhjet e tij të thella, lidhjet e qeverisë së tij të thella me shumë grupime kriminale. Mirë, po ky nuk është problemi i vetë. Problemi, sepse po të ishte kështu, ai me fuqinë e madhe që ka, pra kontrollin e madh që ka, do të ndahej nga këto grupet kriminale, çdo shtet serioz, edhe nëse ka bashkëpunuar për një farë periudhë me grupimet kriminale, kur i vjen thika në asht, vendos që bëj luftë me to dhe në përballjen me shtetin zakonisht shteti që është shtet serioz, normal, fiton. Problemi që ndron që Paria e Tiranës nuk ka ndërtuar shtet serioz,
që të ketë mundësi që të përballet me to. Dhe 2, shteti shqiptar, Paria e Tiranës dhe i gjithë sistemi politik shqiptar, duke përfshirë opozitën, duke përfshirë kandidatët për opozitë, ata që duan të zënë vendin opozitës, duke përfshirë opozitën e opozitës e çdo kënd tjetër që mund t'ju shkojnë mend. Pra kushdo që del në skenë, kushdo që e lejojnë të dalë në skenën e Parisë të Tiranës, është i kapur me 1, 2 apo me shumë fije me krimin. Pra krimi është bërë pjesë përbërëse. Sindikata ndërkombëtare e krimit është bërë pjesë përbërëse. E asaj që është shoqëria e Parisë të Tiranës, duke qenë që është bërë pjesë përbërëse, njeriu në këtë pikë, domethënë kryeministri në këtë pikë e ka të pamundur, sepse duke ju kundërvënë këtyre interesave, i kundërvihet vetvetes, është aq i lidhur vetë. Janë aq të lidhur njerëzit e tij, janë aq të lidhur këta që i bëjnë opozitë atij, cilët ai kontrollon me një dalje në Twitter, se nuk i ka shumë problem ata. Janë aq të lidhur këta të gjithë me njëri tjetrin, me rrjetet e korrupsionit, me rrjetet e krimit, brenda dhe jashtë vendit, sa që ai e ka të pamundur tani më. Pra, është bërë një simbiozë e plotë dhe shteti i Parisë të Tiranës nuk ka më mundësi që të ndahet nga krimi. E vetmja mundësi është që të vijë një doktor i huaj, të vijë një jo i huaj në kuptimin ndërkombëtar, por një i jashtëm, jashtë Paris, që të bëj operacion drastik dhe ta marrë këtë tumor që është Paria e Tiranës dhe ta largojë. Kjo nuk është e mundshme brenda sistemit sodëm, për momentin nuk ka rezultuar e mundshme. Paria e Tiranës është duke luftuar fort një mekanizëm i cili po përpiqet deri diku i kontrolluar, po gjithsesi po përpiqet deri diku që t'i hap disa pet lakrorit të korrupsionit të tyre dhe ende nuk kam rritur dot që të fitoj betejën, sepse betejat e vogla heri fiton Spaku, heri fiton Paria e Tiranës. Beteja e fundit që u bë, që nuk foli kush, ishte dalja e gjykatës kushtetuese, e cila nuk lejon më që nëse sekuestrohet një telefon celular, të shihet nëse ka kontakte me kriminalë të tjerë përpos atyre për të cilët është bërë hetimi. Pra, praktikisht e dënon hetuesin që edhe nëse sheh një krim, të mos ta raportojë sepse nuk i lejohet. Nuk ja lejon me gjykata kushtetuese, sepse problemi që kemi ne, siç duket, problemi që ka drejtësia shqiptare sot është që nuk ka garanci të mëdha për ata që janë që akuzohen si kriminal dhe politikanët në veçanti. Pra, kaq absurde e kanë ta, kaq budallëj kujtojnë këta se janë shqiptarët, saqë e shfaqin këtë dhe thonë, po tani shikoni, e drejta e njeriut, drejtat e njeriut, Venecia, Bashkimi Evropian, Strasburgu e prralla të këtij lloji. Del dhe një palo avokat që ka qenë dhe ministër drejtësie atje dhe thot mos ja jepni telefonat, pra këta janë të gjithë të kapur deri në rëndës nga sindikata ndërkombëtare e krimit. Ky është njëri nga problemet. Del pyetja, pse sillet kështu kryeministri? Pse e bën këtë zhurmë, këtë fars, duke e ditur që askush nuk do t'ja pranoj, si ndërkombëtarët sigurisht e din ai që nuk ja han këtë gënjeshtër, po ai këtë e ka për konsum të brendshëm. Për mendimin tim ka dy arsye pse e bën. Arsye e parë është sepse e din që i ka kapur në një moment kyç delikat ndërkombëtarët, të cilët nuk mund të dalin haptas dhe të thonë ky gënjen, sepse ju duhet në fundit kjo firma e tij, ju duhet pjesëmarrja e tij të paktën formale në atë që quhet grupimi i paqes për Gazën. Jo se do ta pyesin njëri këtë, se as firmën nuk kanë nevojë t'ia marrin, se grup këshillimor është. Grupi ekzekutiv është dikush tjetër, janë njerëz me emra me mbiemra, janë njerëz që kanë interesa shumë të thella aty brenda, nuk flitet që t'i merret leje apo t'i merret mendim duqjes së Surrelit, por kanë nevojë që këtë përpjekje, të cilën do ta drejtojë tjetër kush, të cilën vendimet për cilën do t'i marrë tjetër kush, ta legjitimojnë me anë të këtij këshillit për paqen ku kanë thirrur dhjetra dhe qindra vende, të cilat kanë nevojë për mbështetjen amerikane ose të paktën për dukshmërinë e një mbështetje amerikane, dhe sidomos vende të cilat nuk kanë mundësinë e thënies jo. Një nga këto vende jemi ne. Paria e Tiranës edhe të dojë nuk i thot dot jo kësaj kërkese, sepse po i tha jo kësaj kërkese, e di që e piu e zeza.
Në radh parë nuk i thot dot jo për shkak të varësisë që ka dhe të dobësisë së shtetit, por në radh dytë edhe për disa lidhje të tjera me shtetin, lidhjen e mesme, pra është e pamundur që këta të thonë jo. Në asnjë lloj forme, në asnjë lloj mënyre nuk mund të thonë jo, dhe as që e kanë menduar, as që është bërë ndonjë deshifrim i situatës, as që është bërë ndonjë vendosje e këtij vendimi nën doktrinën shqiptare të politikës jashtme, dhe as që është marrë parasysh interesi kombëtar shqiptar, thjesht është bërë sepse i volit kryeministrit aktual, mëkëmësit sindikatës ndërkombëtare të krimit, për të shitur dëngla, për të shitur publikut shqiptar dëngla që Amerika është me mua. Dhe për këtë arsye, unë mendoj që është një farsë e cila do të mbarojë shumë shpejt, do të harrohet shumë shpejt, nuk do ta ketë këtë luks mëkëmësi i sindikatës ndërkombëtare të krimit, nuk do ta kenë as ata që po përpiqen të zënë vendin, që për cilët do të flas në pjesën tjetër të podcastit. Asnjëri prej tyre nuk do ta ketë këtë luks që ta përdorë më Amerikën. Përdorimi i tyre është thjesht për konsim të brendshëm, ata mendojnë që ju kaq dini, jeni ignorant, mediat i kontrollojnë, analistët që fryhen janë edhe më ignorant se sa ata vetë, janë ende dhe më të paditur, nuk din të bëjnë dallime elementare midis asaj që është një organizëm këshillimor dhe një organizëm që ka vlerë, nuk din as të lexojnë, shumica e tyre, dhe ata që din të lexojnë, që janë të aftë dhe inteligjent, nuk kanë vullnetin për të shërbyer kujt përveç se vetes tyre, kuletës tyre, apo dhe ndonjë shërbimit huaj, të cilit, sepse është e çuditshme që shpesh herë marrin, duket sikur tezat e shërbimeve të huaja, tezat e Kremlinit, apo Pekinit, apo kujdo tjetër, dalin nëpër televizionet shqiptare nga njerëz që fryhen e gafurren, sikur të jenë më të mençurit dhe më të diturit. Ka një lloj koordinimi këtu ndoshta, unë nuk mundem do ta them fakt këtë, sepse nuk kam fakte për ta provuar, por ditë them që tezat e Kremlinit dhe Pekinit shfaqen për natë në Tiranë, ose nga idiotë të dobishëm, të cilët janë me ok, ose nga njerëz të cilët atë punë kanë profesion dhe marrin 2, 3, 4, 5 rroga nga disa shërbime të ndryshme, të cilat i paguajnë me shumë qejf këta njerëz, sepse këta janë njerëz të përdorshëm, këta janë njerëz të cilët blehen me një apartament, këta janë njerëz të cilët blehen me një shumë parash. Nuk kanë as nder, as fytyrë, as ndjenjë shërbimi, as përkatësi kombëtare. Shumica e tyre, ose themi një pjesë e mirë e tyre, nuk janë as shqiptar. Ndjejnë veten pikë pari diçka tjetër dhe pastaj shqiptar. Kështu që në këtë pikë unë mendoj që zhurma dhe farsa që bën Duqja i Surrelit nuk ka të bëjë, se mos kujtoj kush se kjo ka të bëjë me mbërzitjen e madhe të Trustit. Trusti është mërzitur sepse donte ta përdorte për vete, dhe është mërzitur me këtë punën e Trumpit, dhe çfarë nxjerr, çfarë lloj gjërash nuk shpik. Nuk ka lidhje fare me punën e Trustit, po ta shohësh nga pikpamja profesionale, seriozisht, kjo është një farsë. Është një farsë që e kanë bërë të gjithë, është një farsë që e kanë përdorur të gjithë, pra shkohej diku në një takim, i jepej dora dikujt në një korridor dhe thuaj u takova me filan fistekun. Këtë punë bëjnë këta sepse ju mendojnë ju ignorant, të paditur, njerëz që nuk marrin vesh, se kaq din këta, kështu e duan këta, hajt se e han këta, dilet bëhet një lafologji e madhe dhe mbaron e gjithë. Një tjetër shembull që tregon që Paria e Tiranës dhe sidomos mëkëmësi i sindikatës ndërkombëtare të krimit po kërkon të tërheqë vëmendjen, është që ka filluar të bëjë disa farsa me njerëz të brendshëm. Pra bëri një farsë me Fevziun, ka filluar të hap konflikte brenda për të hequr vëmendjen. Nuk flitet më për vjedhjen e Belinda Ballukut, nuk flitet më për milionat e Belinda Ballukut. Flasin vetëm ata cilët duan të zënë vendin Belinda Ballukut. Pra ata thonë që më mirë të jemi ne. Nga e diun që duan të zënë vendin sepse mendojnë që sepse propozojnë një qeveri teknike, siç e patën në 2021. Me një qeveri teknike thonë zgjidhet gjithçka. Marrim të vjedhim edhe ne, të fusim sa drejtora në punë, se ndoshta pastaj na rriten edhe votat në zgjedhje, e mendojnë këtë punë si një treg tipik katundar, ku në vend sallatës do të shiten lakra.
unë kam respekt të jashtëzakonshëm për ata që punojnë bujqësi, bile unë mendoj që njëra nga zgjedhjet më të tmerrshme, njëra nga pasojat më të tmerrshme të Parisë Tiranës është që është braktisur fshati, është braktisur bujqësia, dhe ne shqiptarët nuk prodhojmë më ashtu siç prodhonim në kohën e atij mërhumit, që fort e shajm, por disa gjëra në atë kohë prodhoheshin dhe mund të ishin bërë me teknologji të re, mund të ishin bërë 10 fish më mirë, mund të ishin ndërtuar struktura të reja që të bëheshin me eficiencë dhe efikasitet shumë më të madh. Nuk mbërrim do të bëjmë as aq sa bënim atëherë, përkundërzi përmbytet e gjithë Shqipëria. Pra, për të mos dalë nga tema është që Paria e Tiranës ka frikë tani se nuk ka më legjitimitet dhe për të përballur me këtë mungesë legitimiteti, ka filluar të ngrejë fortuna në gotë, ka filluar të shashka ndaj këtej, të ngrejë hymnaja të mëdha dhe po përgatitet që të fusë një përplasje shumë të madhe. Përplasja e madhe që kërkon Paria e Tiranës është një përplasje ndërmjet shqiptarëve, duke i ndarë shqiptarët komunist ballist, qytetar ka të ndarë, Tiranas jo Tiranës, e të tjera gjejnë gjithfarë lloj gjërash. Më e keqja ndërto, ndasia më e tmerrshme që kanë kultivuar ata është ndasia fetare, sepse ajo na çon drejt shpërbërjes kombit shqiptar, është një ndasi që duhet luftuar me të gjitha llojet e forcave, sepse nuk ka zgjidhje për ne shqiptarët që shkon drejt konfliktit fetar ose çfarë do lloj konflikti tjetër, edhe konfliktit politik, shoqëror e të tjerë. Pra, këta janë duke u bërë gati për këtë punë. Unë dua e përsëris këtë disa herë, disa herë që e them, sepse dua që të gjithë njerëzit të përgatiten dhe të mos ta lejojnë këtë propagandë të shfrenuar të interesave të huaj, të sindikatës ndërkombëtare të krimit, të Parisë anti-shqiptare të Tiranës që të na çojë drejt asaj pike. Nuk duhet të ndjekim këta. Lufta jonë nuk është me njërin apo tjetrin. Lufta jonë është për bashkimin e shqiptarëve kundër Parisë së Tiranës. I vetmi objektiv është bashkimi i shqiptarëve dhe i vetmi armik është Paria e Tiranës. Besene kem dhane, besene kem dhane, për Kosovë jetën doj me dhane, për Kosovë jetën doj me dhane. Kum jeni si moj, Julia mere, ne prekas te bacate me. Kum jeni si moj, Julia mere, ne prekas te bacate. Në rubrikën Bota dhe Shqiptarët, sot duhet të diskutoj çështjen e pezullimit, ngrirjes së vizave, dhënies së vizave për 75 vende nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vende të cilat konsiderohen si vende që eksportojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës emigrantë, të cilët pastaj vendosin peshë jo të vogël tek sistemet shoqërore, tek ndihma shoqërore që marrin qytetarët amerikanë. Është një çështje që u cek nga shtypi, por nuk u cek në mënyrën e duhur, përveç se në disa portale të caktuara dytësore, zakonisht mënyra se si u trajtua në për televizionet dhe në për propagandën zyrtare të Parisë anti-shqiptare të Tiranës ishte ose e përcipt ose në shërbim të tezave të Parisë të Tiranës. Po le ta marrim nga fillimi. Çfarë u vendos? U vendos që Shqipëria bashkë me 74 vende të tjera të mos lejohen më qytetarët shqiptar të marrin vizë. Pra nuk lëshohen më viza, pezullohet lëshimi i vizave për qytetarët shqiptar. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë disa gjëra. Gjëja e parë është që ne, shteti jon, shteti i Parisë antikombëtare dhe anti-shqiptare të Tiranës, konsiderohet jo shtet serioz, është një shtet tek i cili Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk mbështeten dot për të situar, për të vënë në sit njerëzit që kërkojnë vizë dhe për ta ndarë kush nga këta mund të jetë një emigrant potencial dhe një emigrant që vjen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që shkon në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të marrë ndihmë sociale. Pra kjo është
përfundimi ky është përfundimi i parë pa asnjë lloj dyshimi. Kjo na tregon që agjenda e këtyre e Parisit të Tiranës, që këta thonë që jo po duam evropian, do hym në Evropë, është një gënjeshtër e madhe. Në fakt, edhe mëkëmësi i Sindikatës Ndërkombëtare të Krimit, mëkëmësi i tanishëm, ka kohë që gënjen dhe thot do të hym në Evropë në 2030, në 2028, në 2029, ka shifra të ndryshme, ka vite të ndryshme. Mirë po para disa ditësh këtë javë doli dhe tha që nuk jemi gati. Pra, a dhe këta vetë dinë që agjenda ashtu quajtur evropiane është një agjendë e gënjeshtër, është një rrenë e pastër. Pra, këta është gjykim jo për shqiptarët ky, heqja e vizave. Duhet ta kuptojmë qartë këtë. Ky është një gjykim për shtetin e Parisit të Tiranës. Është një shigjet në zemër tezave idiote, gënjeshtare, mashtruese të Parisit të Tiranës gjatë gjithë këtyre 35 viteve që janë përpjekur të na gënjejnë duke thënë që do heqim vizat me Amerikën. Ju kujtohet kur thonin do heqim vizat me Amerikën? E thot ende paturpsisht ai që nuk hyn dot vetë në Amerikë. Kur të vim në pushtet thot do të heqim vizat me Amerikën e gjëra të tilla, ndërkohë që as ai as familja e tij nuk hyn dot në Amerikë. Megjithse u bë një vit që është administrata Trump, megjithse ka shpenzuar paktën 6 milion dollar, po shpenzon akoma të tjera këto muaj me sa di unë, dhe ende nuk ka dalë dot nga qerthulli i dosjes së madhe, siç ju apata paralajmëruar në disa intervista publike prej shumë vitesh, që dosja që kanë shtetet perëndimore, jo vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjitha shtetet perëndimore kanë nga një dosje shumë të madhe për këta, sepse këta nuk janë ndalur përpara asgjë. Këta kanë vjedhur në mënyrë të paturpshme, sepse kanë menduar që nuk do të ketë kurrë një konsekuencë për ta, as ligjore, as morale dhe as politike. Ndaj dhe sot këta gjykohen nga shteti amerikan, i cili ka vendosur të përmbledh dhënien e vizave, t'ju jap vizat vetëm atyre të cilëve ju duhet të udhtojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe t'ju shtrëngojë të gjithë të tjerë. Problemi i dytë që është diskutuar, po jo ashtu siç duhet, është çështja që është hedhur nga subjekte ose nga njerëz të cilët bëjnë agjenda të kush e di kujt. Dhe kjo është që po mirë, po këta nuk dënonin dot Parinë e Tiranës, po dënuan të gjithë ne, dënonin vetëm këta që janë shtetarët edhe na linin rahat ne të tjerëve. Kjo është një nga gjërat që njerëzit e mendojnë, ndoshta nuk e thonë sepse nuk kanë podcast, por që e mendojnë dhe me veten e tyre e bluajnë. Ktu ka një problem. Problemi është që nuk dënohen njerëzit, dënohet paria. Po do thoni ju, po mirë, po vizat na i hoqin ne. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë një shtet serioz, janë një shtet i madh, që kanë fuqi të madhe, edhe në mos qofshin shtet serioz, janë një shtet me një fuqi jashtëzakonisht shumë të madhe, dhe janë një shtet i cili vendos vetë kush do të hyjë dhe kush do të dalë nga kufit e vet. Në kohë të caktuara kanë lejuar të hyjnë parë të fundit, tani kanë vendosur që ta shtrëngojnë dorën. Është krejtësisht nën kontrollin e tyre, kjo gjë dhe ne shqiptarët nuk kemi çfarë të bëjmë. Por nga ana tjetër, vërtet që këta nuk duan të dënojnë shqiptarët por Parinë e Tiranës. Mirë, po Paria e Tiranës është ajo që përfaqëson shqiptarët sot në marrëdhëniet ndërkombëtare. Dhe Parinë e Tiranës e kemi votuar ne. Pra duhet të jemi të sinqertë dhe ta shohim veten në pasqyrë dhe të themi që nuk është thjesht problem i Parisë. Nuk është sepse Paria në fundit me pasaporta diplomatike çoku dhe e gjen mënyrën. Problemi do të jetë i joni. Problemi do të jetë i njerëzve thjesht, atyre njerëzve që mund të kenë familjar, atyre njerëzve që duan të udhtojnë edhe për qef, atyre njerëzve që duan të udhtojnë për punë, e të tjera, për shumë arsye të ndryshme që duan të vinë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. I tyre është problemi, dhe problemi është një problem që e ka shkaktuar Paria dhe na e ka lënë në derë në preher ne. Sepse ne kemi vendosur që gjatë gjithë këtyre viteve të lejojmë këtë pari antishqiptare, kriminale, hajnore, këtë pari e cila nuk ka as turp, as nder, as një lloj ndjenje shërbimi ndaj nesh, ndaj shqiptarëve, të na sundoj dhe të na përfaqësoj në marrëdhëniet ndërkombëtare. Pra, pika e dytë është që ky nuk është dënim për shqiptarët, por është një dënim për Parinë e Tiranës, nga i cili ne shqiptarët vuajmë dhe do të vuajmë për sa kohë.
do të lejojmë që paria e Tiranës të na sundojë. Pjesa e tretë që doja të shprehja këtu dhe mendoj që është me shumë rëndësi është që statistika zyrtare e 45% ishte numri i shqiptarëve që kanë emrin në listat e marrjes ndihmës shëndetësore të tjerë. Nuk përbën shumicën dërmuese të shqiptarëve, të cilët jetojnë këtu, sepse shumica dërmuese e shqiptarëve të cilët jetojnë këtu janë njerëz të cilët punojnë, jo nga një, po nga disa punë, dhe zakonisht njerëzit që futen në për këto rrjetet e shtetit amerikan për të marrë ndihma janë ose pensionistët ose njerëz të cilët e kanë kryer punën e tyre, domethënë e kanë kryer punësimin e tyre, pra janë në një moshë të tillë që nuk kanë më mundësi të punojnë, ose që kanë ardhur për të ndihmuar fëmijët, niprit, mbesat. Ka disa arsye të ndryshme për të cilën ata nuk mund të jenë më të aftë ose të gatshëm për të punuar, dhe këtyre njerëzve ju duhet shpesh herë shërbimi mjekësor. Duke qenë që shërbimi mjekësor në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është privat, një nga mënyrat në disa shtete, jo në të gjitha shtetet, është që të futesh në sistemet e shërbimeve shoqërore, ndaj dhe këto numra janë të fryrë, janë tejet të fryrë, nuk është 45% e shqiptarëve në listat e ndihmave sociale. Shumica e shqiptarëve këtu punojnë fort, janë të suksesshëm, kush kërkon sukses e gjen suksesin këtu me punë të ndryshme, me shkollë pa shkollë. Fëmijët e tyre shkollohen gjithkund nga më të mirët. Kemi disa qindra profesorë shqiptar në universitetet amerikane. Kemi dhjetra e qindra mjek shqiptar, të cilët për ditë më tepër kanë dhe shoqatën e tyre tani më mjekët shqiptar në Amerikë, për ditë më tepër po fuqizohen dhe po bëhen një grupim i fuqishëm. Kemi një grupim të jashtëzakonshëm mësuesish që japin mësim nëpër shkollat amerikane. Kemi një grupim të jashtëzakonshëm njerëzish që merren me art, e të tjera. Pra, shqiptarët japin një kontribut të jashtëzakonshëm në shoqërinë amerikane. Ky ligj, ky dekret, më shumë se nuk ishte ligj, është dekret i administratës, i drejtohet drejt për drejt në sy parisë të Tiranës dhe atyre që na shesin mend ne, që na sundojnë ne, që na thonë ne duke na gënjur se do na fusin në Evropë, ndërkohë që ne jemi një vend i botës tretë. Kështu na shohin strukturat ndërkombëtare, na shohin si një vend të botës tretë, si një vend ku ikën pothuajse gjysma e popullsisë në 10-15 vite dhe askush nuk e nxen kryt. Gjithë ecin përpara sikur çdo gjë ecën mirë, të gjithë bëjnë sikur çdo gjë ecën mirë. Pra, ne duhet të shohim veten në pasqyrë dhe t'i themi vetes, nëse duam që të dalim nga ky qerthull, nuk është çështje e atyre analistëve që thonë që ja dhe Amerika na doli kështu, nuk e ka fajin Amerika. Duhet ta shohim veten në pasqyrë dhe duhet të themi çfarë duhet bëjmë ne që të dalim nga ky qerthull, që të mos konsiderohemi më një shtet jo serioz. Kjo nuk do të thotë që të gjitha politikat e Shtetit të Bashkuara të Amerikës janë të drejta, apo dhe që kjo politikë për shqiptarët ishte e drejtë, sepse unë nuk mund të gjej dot drejtësi në faktin që dënohen qytetarët e Kosovës dhe të Shqipërisë dhe nuk dënohen qytetarët e Serbisë. Pra, si në çdo gjë tjetër këtu ka interesa që hyjnë brenda, por kjo është më se normale. Kushdo që ju ka thënë deri më sot që jemi miq, jemi shok me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe do na mbajnë me hatër, ju ka gënjur. Në marrëdhëniet ndërmjet shteteve funksionon parimi i interesit dhe parimi i fuqisë. Nëse ke fuqi, atëherë mund të bësh kundër pesh, atëherë mund të kërkosh, atëherë edhe mikut mund t'i thuash shiko, dëshiroj që nëse do të ecim bashkë, do të bëjmë 1, 2, 3, 4, 5. Nëse nuk ke kurfar fuqie, nëse nuk ke kurfar shteti, nëse nuk investon që shtetin tënd ta kesh një shtet kombë të konsoliduar, në qoftë se ti nuk ke një klasë drejtuese politike e cila të jetë në shërbim të popullit vet dhe jo në vjedhje dhe në shfrytëzim të popullit vet, atëherë këto do të jenë konsekwencat. Ky është vetëm fillimi i konsekwencave. Konsekwencat do të jenë edhe më të mëdha, druaj unë, ndaj dhe unë mendoj që ky duhet të jetë një sinjal alarmi, një siren alarmi për ne shqiptarët për atë që po vjen më pas.
për çfarë punojnë? Për çfarë punoj unë? Për çfarë punon Erioni? Për çfarë punon Aida? Për çfarë punon Elisiani? Për çfarë punon Aureli? Për çfarë punon Jona? Për çfarë punon Regjina? Për çfarë punojmë ne? Ne punojmë për të pasur një jetë më të mirë, jo për vete. Jo për vete, mos e nuk gëzon njeriu për vete. Unë gëzoj kur të tjerët gëzojnë, Erioni gëzon kur të tjerët gëzojnë. Të gjithë ne gëzojmë kur të tjerët janë mirë. Shumë njerëz më presin rrugën dhe më thonë, akoma me atë ti? Po, mor, po, akoma me këtë, sepse ky është një njeri që është i vetmi njeri që mund t'i dali për balë kësaj klike, këtyre kriminelve, që po i pinë gjagun shqiptarve. Nuk ja kam besën dhe nuk ja kam besimin dhe shpresën askuj më shumë se sa ti. Të dua shumë Sali Berisha, të dua më shumë se babajin tim. Zonja Topalli, kush është përgjegjës për humbjen e thellë të opozitës në 14 maj? E para, këto nuk ishin zgjedhje. E dyta, pushteti nuk do nalet. Dhe e treta, opozita nuk bahet me modelin e shkretarit. Zonja Topalli, nëse Unë besoj se jam shqiptar etnik, me farë, me trashëgimni e me vetdije, sepse nuk mundem me kënd tjetër përpara vetvetes time. Unë besoj se qëllimi i krijuesit, që njeriu duhet me e dashur afërmin e vet si vetveten, është themeli i përparimit, i begatimit dhe i zhvillimit të shoqërisë vërtet e të moralshme njerëzore, në të gjithë kohët, por më shumë sot se kurrë. Unë besoj se krijuesi i ka ndarë njerëzit në farë e në kombe që punojnë secili për vete, e kur duhet edhe kundër kombit tjetër, sepse ashtu arrihet e mira që dëshiron njeriu, por edhe qëllimi i krijuesit. Unë besoj tek familja shqiptare, si bartëse e vlerave etnike shqiptare, si farktuese dhe krijuese e shqiptarit, si njeri shoqëror dhe si themeli i shoqërisë morale e vllazërore. Familja dhe nëna është e shenjtë. Unë besoj tek kombi shqiptar si një familje e zgjeruar e shqiptarëve. Vetëm një komb shqiptar që buron nga etnia dhe nga origjina etnike e përbashkët, që ndjek idealet e rilindjes kombëtare, më mundson mua që të jetoj me vetdije, me vlera, me identitet dhe moralin e duhur si njeri i barabartë që beson tek shqiptari tjetër si tek vetvetja. Unë besoj se e vetmja rrugë për ne shqiptarët për me përparu, për me begatu, e me kënd lire me jetu me ndere me siguri, është me punu për kombin ton, sepse ashtu garantojmë brezat dhe ardhmërinë. Unë besoj se askush nuk mundet me jetu me mirëbesim e me respekt me shqiptarin tjetër nëse nuk pret që së bashku të bëjnë më të mirën, më të ndershmen dhe garantues për këtë duhet me qenë morali i kombit shqiptar dhe ligji i shtetit shqiptar. Unë besoj se vetëm rruga e vllaznimit, e përbashkësisë shqiptare, e ndihmesës dhe e respektit për te pengesave, ndasive, bindjeve dhe kufive artificial, janë zgjidhja për me rujt vetveten dhe familjen, me kombin dhe me shtetin shqiptar dhe me sigurin, lirin, nderin e ardhmërinë. Unë besoj se çdo shqiptar ka drejt në lirisë, të nderit, të sigurisë jetës, të shëndetit e të edukimit, të punës e të përparimit, si më i barabarti midis barabartëve në shtet kombin e shqiptarëve. Unë besoj se toka që na kanë lënë të parët është e shenjtë dhe e patjetërsueshme, se Zot mbi pasuritë e natyrës është kombi dhe me të gjithë secili prej nesh, dhe pasuria e shtet kombit ju takon të gjithë shqiptarëve. Unë besoj se jeta e gjithë secilit shqiptar do të bëhet siç e meritojmë vetëm kur ne të kemi një shtet komb që punon për shqiptarët, me shqiptarët që janë besnik atij shtet kombi dhe që mbron interesat e shqiptarëve kudo që janë dhe me mirëkuptimin e dëshirueshëm për pakicat që jetojnë në shtet kombin tonë. Unë besoj se bota është ndërtuar me shtet kombe dhe se vetëm shtet kombet i mbrojnë popujt nga skllavëria që të imponon interesi material pa identitet, shërbimi individual pa kushte ndaj të huajve, shfrytëzimi i jetës pa vlerë, shtazërimi mendor dhe ideologjitë dhe bindjet që tjetërsojnë shpirtin e vërtet të shqiptarit. Unë besoj se ata që punojnë kundër shqiptarëve e kundër shtet kombit të tyre edhe me kënd gjak i gjakut tim janë armiq
për vdekje të shqiptarëve dhe duhet marrin shpërblimin që meritojnë.